U bën pothuajse 2 muaj, jo pothuajse, po u bën 2 muaj që ka filluar lufta midis Shtetet Bashkuara e Izraelit dhe Iranit dhe nuk kemi një nënshkrim paqe. Në fakt, më tepër se sa luftë ka rreth 1 muaj që ky duket si një luftë e ftohtë, pra pa përdorimin e armëve të nxehta, nuk është një luftë e nxehtë. Trump vazhdimisht kërcënon që do filloj një bombardim të tmerrshëm që do ta kthejë në epokën e gurit e tjera e tjera. Izraeli kuptohet që nuk mund ta vazhdojë luftën me Iranin pa mbështetjen e Shtetit Bashkuara, po është vendosur në frontet e vogla, që janë ato me Libanin dhe me Hamasin në Gaza dhe Hezbollahun në Liban, pra ato frontet e vogla, po përpiqet dhe në fakt ka ngecur në Liban, nuk po harrin dot kufirin e lumit litani, aty ku ka menduar që të vendosë zonën e demilitarizuar, dhe ndoshta mendohet edhe të aneksoj. Dhe por kemi ndërkohë nga ana e Iranit një qetësi, një qetësi e cila me sa duket kërkon që të zgjas sa më shumë bisedimet. Një gjë është që nga kjo luftë Irani nxori mësimin që duhet ta ketë bombën atomike. Domethënë kam frikë se lufta harriti qëllimin e kundërt. Zhduku një brez ajatollahësh të cilët mendonin, e kishin parë luftën, kishin parë revolucionin dhe mendonin me gjak të ftohtë për një luftë të re, dhe i ka prur kokat e nxehta në vijën e parë. Duhet të thënë që njëkohësisht ky ngurim për të filluar luftën me Iranin ka të bëjë edhe me reprezalit që Irani bëri ndaj aleatëve të Shtetet Bashkuara në rajon, duke dhënë mesazhin që Shtetet Bashkuara nuk ju mbrojnë dot, dhe nëse do përshkallëzohen në një sulm të ri, Irani mund të shkatronte edhe pikat e shkrypëzimit, sepse këto vende shumica e tyre nga 80% deri në 100% jetojnë me ujë të shkrypëzuar, dhe kjo do t'i kthente ata në epokën e deves, por gjithashtu Irani mund ta zgjaste luftën sa donte, dhe ndihma e rusëve dhe e kinezëve i dha një mënyrë për të përballuar sulmet ajrore, jo për të shkaktuar dëme të mëdha, kuptohet, por nuk jemi në kushtet e një lufte masive si lufta e dytë botërore, sot luftrat janë për super teknologjike. Dhe gjithashtu mendoj që është edhe një fakt që kinezët përveç ndihmës teknologjike ofruan edhe ndihmën e kundërzbulimit. Është drejtoria e famshme, drejtoria e 9 në Ministrinë e Brendshme të Kinës, e cila merret me kundërzbulimin, e cila mendohet që ka çuar specialistët e saj dhe ka bërë që një pjesë e mirë e agjenturës, këta natyrisht kanë shkuar edhe me pajisjet për luftën kibernetike, dhe kjo ka bërë që një pjesë e mirë e agjenturës së Mossadit të identifikohet dhe të ekzekutohet, duke e lënë në një farë mënyre të qoruar pjesën sulmuese, pra Shtetet Bashkuara dhe Iranin, dhe më falni, Izraelin. Kuptohet që Shtetet e Bashkuara mund të fillojnë luftën duke bombarduar ura, duke bombarduar ndërtesa, duke bombarduar pika nevralgjike, por nuk ja harrin dot qëllimit të luftës kryesorit, pra të shkatroj rezervën e uraniumit të pasuruar të Iranit, të bllokoj procesin e pasurimit dhe për më tepër ta detyroj që të ulet dhe të nënshkruaj bllokimin e kërkimeve për bombën atomike. Kjo natyrisht që e ka vënë Iranin në pozita force, kjo nuk ishte parashikuar, kjo lloj lufte asimetrike, dhe ndoshta do përjetojmë një vazhdim pafund të kësaj situate. Pra, Shtetet Bashkuara thonë që shiko, kujdes se të rash, Irani thot po, e di po, kujdes se ti këta aleate tu, dhe të vazhdoj kjo pafund. Ndoshta lufta ka përfunduar pa fitues. Okej, Trumpi e shpall që jemi fitues, por s'ka arritur asnjë objektiv të tij dhe pa humbës, sepse Irani nuk ka humbur. Irani nuk ka pranuar dhe nuk ka nënshkruar asgjë. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë kanaleve tona në YouTube, dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.